Atëherë, po e filloj me nga fundi, do me thënë, me një urim të jashtëzakonshëm për ekipin tonë kombëtar, për stafin, për federatën, për gjithçka, për tifozat tanë të mrekullueshëm, për këtë arritje të jashtëzakonshme. Mendoj unë që jo vetëm i ngreti vlerat futbollit tonë, ekipit përfaqësues, por mbi gjitha edhe gjithë neve lojtarëve që kemi dhënë djersën tonë me vite me radhë, por nuk arritëm dot të arrijmë diçka, një sukses të tillë. Kështu që në këtë drejtim duhet t'ju uroj urimet më të përzemërta ekipit kombëtar. Në qoftë se do ta analizojmë me 5 fjalë, sepse analiza është shumë e gjatë në qoftë se do marrim gjithë kompeticionin, pra gjithë eliminatorët. Do shkojmë tek analiza e Andorrës dhe Anglisë, po dua një analizë të përgjithshme një herë. Përgjithshme. Një analizë përgjithshme. Unë mendoj që skuadra ka bër progres. Ka bër progres dhe ka bër progres të mirë, sepse ndryshe nuk do kualifikohej dot, pavarësisht se Serbia ka shfaq dobësi këtë kualifikim në këtë eliminatore, pra ka pas problemet e veta të brendshme. Lojtar trajner brenda grupit, lojtarët nuk kanë qenë gjithmonë në formën më të mirë, por është problemi atyre, gjë që ne na ndihmoi, pra na dha një dorë më të mirë që të realizonim objektivin ton. Pra skuadra ka pas progres, pa diskutim, sidomos paraqitja si skuadër komplekse. Ka krijuar një strukturë më të fortë se sa në kualifikimet në ndeshjet e Nation Leagues. Pra, aty kishim një skuadër që erdhi nga Europiani, por që u zbet, u dobësu, sepse dhe ndryshime të mëdha nuk pati. Kemi pas disa ndryshime këtë kohë në këtë kualifikacion. Kemi pas disa ndryshime edhe në strukturë, edhe në mënyrën e lojës, por edhe në lojtarë të veçantë. Dhe kjo ka bërë, për mendimin tim, që edhe skuadra të tregojnë një karakter tjetër loje. Unë prap kam rezervat e mia për sa i përket mënyrës lojës dhe lojtarëve që kanë luajtur sidomos në vijën e fundit, pra në vijën ofensive. Dhe ajo ndeshja e djeshme kundra Anglisë mi përforcoi akoma më shumë mendimet e mia. Pra, megjithatë, të dalim te pyetja juaj. Unë jam shumë i kënaqur me ekipin kombëtar, ka bërë progres të jashtëzakonshëm, jemi në një rrugë të mbarë dhe merituam plotësisht këtë pjesëmarrje në play-offin. Pastaj patjetër, ky është një sukses i madh. Por ky sukses do lejë përgjys nëse nuk do përgatiteshim edhe për atë play-off, që sipas mendimit tim gjithmonë kemi shanse reale të kapim finalet. Unë duhet të pyesja kujt i takon, cilëve element të skuadrës, duke përfshirë dhe trajnerin këtu, i takon merita e këtij kualifikimi për play-off. A kemi ne një lojtar të madh apo disa lojtarë të mëdhenj që e kanë tërhequr skuadrën në këtë drejtim? Në fakt, nuk është se jemi shuar ndonjëherë për lojtarë të veçantë që e kanë udhëhequr skuadrën, por kemi patjetër liderët e skuadrës, që është kryesori, domethënë që janë kryesorët e skuadrës, që merren gjithmonë edhe me moralin e skuadrës, me tërheqjen e skuadrës dhe në momentet vështira me skuadrën. Kemi Hysen, kemi Gjimshitin, që janë dy lider, edhe kanë treguar veten lider në këtë kompeticion. Ne nuk kemi shquar që kemi lojtarë që kanë bërë diferencën dhe e kanë marrë skuadrën e kanë shpëtuar në momente të caktuara. Te ne lojtari kryesor është grupi. Pra, nëse kemi funksionuar si grup, ne kemi pas rezultat. Nëse s'kemi funksionuar si grup, edhe nëse kemi pas një lojtar të jashtëzakonshëm në ndeshje, prapë nuk e kemi arritur atë rezultat, sepse nuk kemi lojtar të jashtëzakonshëm që mund ta marrin skuadrën vetëm tek pull edhe ta çojnë në sukses. Pra, duhet të funksionojmë si skuadër, si grup, edhe me gjithë rezervat, me gjithë stafin, me gjithë trajnerët, që t'japi det dhe strukturën e duhur për çdo ndeshje, dhe atëherë kemi funksionuar. Kështu që ky është elementi bazë i suksesit tonë. Qartë, Revi, shkurtimisht një vlerësim për këto eliminatore. Para se do shkojmë dhe tek analizat e ndeshjes, po shkurtimisht një vlerësim. Eliminatoret ishin pozitive. Pozitive për vetë faktin që u finalizuan me një kualifikim në play-off, që është shumë domethënës, është hera parë në një botror, por patëm dhe fatin që Serbia nuk ishte në ditët më të mira, sepse dihet rivaliteti, dihet vështirësia, kanë element mirë, normalisht, të flasim atë që është realen, por që u merituan komplet pjesa kualifikuesve. Përveç
play-offet që e presim tash me padurim që të bëjmë maksimumin siç tha dhe Do shkojmë edhe tek e kam si temë diskutimit e play-offi në fakt, sepse është çështje me interes. Andi, Po. unë e di që ti ke shumë dëshirë të flasësh, por e dua edhe flet bukur mbi të gjitha, edhe shumë saktë Faleminderit mbi të për gjitha. komplimentin. Kështu që shkurt edhe saktë Faleminderit. një vlerësim për këto eliminatore, për trajnerin Silvinho dhe për po them kështu yjet e ekipit ton kombëtar. Atëherë, shkurtimisht, me që ma kërkon si fillim shkurtimisht, unë duhet ta uroj ekipin ton kombëtar. Është një arritje e jashtëzakonshme, që mos bim shpesh në përsëritje, por unë kam shumë dëshirë ta theksoj, sepse vërtet më kanë bërë krenar. Si shqiptar që jam, si ish futbollist, si trajner aktual, si njëri dhe i ligjit, i drejtësisë dhe i gjithave, kjo kombëtarën e ka bërë krenar, sepse ky vend ka nevojë për momente të tilla. Patjetër. Në gjithë gjërat që ndodhin në këtë vend, me gjithë hallet dhe problemet që ka ky popull, se kjo kombëtare me gjitha është e popullit shqiptar. Patjetër, Dhe pa me diskutim. rit të jashtëzakonshme kanë ata djem që veshin atë fanel, ai trajner që na udhëheqin në këtë sukses dhe mos harroj një merit të veçantë ka dhe gjithë Federata Shqiptare e Futbollit me në krye zotin Armand Duka, sepse vërtet kanë bërë një punë të mrekullueshme dhe e meritojmë të gjithë së bashku që të arrijmë këtë sukses. Kjo është një sukses dhe për gjithë ish futbollistët e ekipit tonë kombëtar, se kam rastin që kemi edhe një nga legjendat Altin Raklin, dhe Altini e tha vetë që është një satisfaksion i madh, një kënaqësi e madhe dhe unë i uroj gjithë dhe shpresoj dhe kam bindjen e plotë do të argumentoj pak më vonë që kombëtarja jonë i ka shanset e reale për të tentuar kampionatin botror. Ne mund të luajmë si të barabartë me çdo skuadër në këtë botë. E treguam dhe dje më Edhe me skuadrën me këmbë në tokë, e më dha po themi. pa diskutim që po, me këmbë në tokë sepse e theksoi dhe Altini. Ne nuk kemi yje, ne nuk kemi një Messi, një Cristiano Ronaldo që e marrin skuadrën për dorë vetëm. Ne gjithmonë na ka karakterizuar grupi, që në kohën e mëparme, që në kohën e Altinit, që në kohën më mbrapa dhe 2 kampionate europiane që ne kemi arritur, ka qenë grupi. Grupi së bashku me gjithë tifozërinë shqiptare që i ka shkuar mbrapa kësaj kombëtare, një mbështetje shumë të madhe që ka kjo kombëtare do ta ketë Një gjithmonë. përgëzim meriton edhe tifozëria, e cila është gjendur skuadrës tonë kombëtare në çdo ndeshje brenda dhe jashtë. Ne tani duhet të rrimë këmbë tokë, duhet t'i analizojmë mirë, duhet të presim shortin dhe kush ekip do na bi përballë dhe jam i bindur që mbi gjitha do bëjmë një futboll dinjitos. Dhe inshallah kemi dhe fatin se nuk diskutohet që futbolli do fat brenda. Altin, duhet vazhdoj sërish me ty tani për të bërë një analizë të 2 ndeshjeve të fundit, për të parë pra një diagnozë, për të dhënë edhe prognozën e asaj se çfarë neve na pret në play-off, në varësi edhe të skuadrës që do na bjerë. Ndeshja me Andorrën dhe ndeshja me Anglinë. Patjetër, ndeshja me Andorrën ishte ndeshja përcaktuese në fakt, duke patur parasysh që edhe Serbia fitoi me Letoninë, apo jo, kështu që ishte megjithmonë të përcaktuese ajo ndeshje dhe fatmirësisht ne fituam, po dhe ndeshja e dieshme me Anglinë, e cila pavarësisht se mund të quhet jo e tensionuar në kuptimin e pritshmërisë së rezultatit, sepse ishim kualifikuar, por kishte në saj dhe ajo. Po e fillon ndeshjen me Andorrën, që ishte një ndeshje e sikletshme. Pra një kundërshtar shumë i sikletshëm, një kundërshtar domethënë që nuk ka çfarë humb, e ka ngrit nivelin e lojës vitet e fundit jashtë mase, luan futboll të mirë, të rrezikon, të kundërsulmon rrezikshëm, gjë që e pam edhe në ndeshjen tonë. Pra ishte një ndeshje delikate, nuk ishte aq e lehtë për t'u përgatitur. Unë si sulmues kam atë bindjen time dhe domethënë nuk i ndam kësaj bindje, e kam pas qenë fillim. Që unë jo vetëm ekipe si Andorra, po edhe ekipe të forta elitare të kampionatit që janë në Europë, unë do të sulmoja me sulmues të mirëfillt. Patjetër do i kërkoja sulmuesve që edhe të mbrojnë me skuadrën, pra do t'i kërkoja që të jepshin maksimumin e tyre deri në minutën 70, sa aq sulmuesi që kërkon të mbrojë, po edhe të shënojë nga përpara konsumon jashtë masë energji. Pra nuk është si ai mbrojtësi që vetëm mbron. Dhe detyrohet deri në minutën 70 i ka, domethënë, forcën maksimale që mund të vazhdojnë ndesh. Për ato 70 minuta unë si trajner do përpisha. E pam dhe dje me Anglinë. Po i mshoj kësaj, sepse pam dhe ndryshimin e lojës tonë nga minuta 60 në Andorra, aksioni golit dhe shumë aksion tjerë që erdhën pikërisht nga këto sulmues, nga këto kreativitet që ne krijuam në ato ndeshje. Pjesën e parë nuk krijuam shumë, nuk kishim shumë kreativitet. Patjetër që edhe kundërshtari na e bëri të vështirë se nuk dilte shumë, u mbrote në 40 metërshin e vet me 11 vet. Pra
po ti duhet t'i krijosh ato pikërisht me kreativitet, duhet t'i krijosh, duhet ta çash kundërshtarin. Qoftë me lëvizje 1-1, me shpejtësi, me marrën sa më shumë falla në zonë, pra gjithmonë me lojtar të shpejt, kreativ dhe ne nuk e bëm të pjesën e parë, e bëm pjesën e dytë, sidomos mbas zëvendësimeve dhe patjetër që e meritum atë fitore. Mund të ishte ndoshta me 1 apo me 2 gola më shumë, po në fund fare ajo 3 pikë na u desh patjetër dhe ne realizuam atë. Dhe ishte gjëja më e bukur sepse jashtë si erdhën situata, kishte ndeshjen me Anglinë, megjithëse nuk ishte asnjë lloj presioni, ti bërë 70 minuta perfekte për mendimin tim, po ama presioni ishte prapë se luaje kundër Anglisë dhe ato prapë të mundën në fund. Dhe nëse do e leje për ndeshjen e fundit, do rrezikoje shumë. Kështu që ajo ishte ndeshje kryesore dhe ne realizuam më së miri. Kështu që në këtë aspekt them që ndeshja me Anglinë pastaj ishte një ndeshje luksi, ekipi e interpretoi 70 minuta në mënyrë më perfekte, na mungon vetëm ai besimi i fundit me i shënua ekipit madh gol. Kjo i mungoi vetëm ekipit tonë tje. Pra, vetëm besimi, qofti Hoxhës, qofti Bajramit, qofti Laçit, qofti Brojes, qofti gjithë lojtarëve të Uzunit, që unë kësaj skuadre si Anglia pavarësisht emrit madh, unë do i shënoj vëlla, kam atë besimin tim, kam respekt për veten time, për personalitetin tim dhe do i shënoj. Ajo i mungon akoma këtyre lojtarëve tanë. Këtë duhet ta fitojnë, se po i erdhi kjo, atëherë mund të shënojë çdo lloj skuadre. Është çështje kompleksimi thua, pra përballë një emri të madh? Po, pa dyshim. Unë mendoj që duhet t'i kishin marrë një opinion Altin Raklit, është shqiptari që i ka shënuar 2 gole Anglisë. Pavarësisht se një s'ja kanë qujt, po nuk ka rëndësi ajo pjesa, ishte gol i rregullt. Kështu që në kohën e Altinit, që bëhet fjalë vitet 2000-2001 që kanë qenë David Beckham e me shok, domethënë një skuadër jashtëzakonshme Anglisë, dhe prapë kombëtari jon i ka shënuar. Kështu që i qëndroi plotësisht atë që tha Altini, që këto sulmues duhet të guxojnë. Duhet i thojnë vetes që po, ne jemi lojtarë që mund të bëjmë gol dhe Anglisë dhe Gjermanisë. Kështu që ty si të duk ndeshja me Andorën dhe ajo me Anglinë pastaj? Atëherë, në ndeshjen me Andorën, Serbia fitoi me Letoninë, kështu që ne bëm shumë mirë, por realisht shumë mirë që e mbyllëm si thua, e kryem detyrën tonë në jap për ndeshjen me Andorën jap merit absolute trajnerit Silvinho. E kemi diskutuar këtu bashk, e tham dhe formacionin para ndeshjes, unë thash formacionin tim, por vetëm me një lëvizje dhe ishte lëvizje shumë e zgjuar nga trajneri, i cili futi Arber Hoxhën në vend të Myrt të Uzunit për atë ndeshje, sepse ne kemi theksuar këtu që ajo ndeshje kishte nevojë për lojtar shumë teknik, lojtar që hyjnë në triblim 1-1 për çar murin mbrojtës të skuadrës së Andorrës dhe skuadra jon kombëtare e bëri në mënyrë perfekte. Nuk bën ndeshje të bukur në paraqitje të parë, që për ne tifozët e futbollit dhe jepte një kënaqësi të jashtëzakonshme me çarkullim, me posesim, me shpejtësi, por bën ndeshjen perfekte për të arritur te goli. Dhe ne realizuam atë 3 pikë dhe jap merita absolute pa diskutim djemve, po jap merita absolute trajnerit Silvinho. Ndërsa ndeshjen e djeshme me Anglinë më pëlqeu shumë ekipi kombëtar sepse ishte vendosur në mënyrë perfekte, me disa ndryshime që trajneri bëri edhe për arsye kartonash, do ta theksojmë këtë sepse nuk kishim lojtarë të kyç si Mario Mita dhe Ljulian Sheu, të cilët u detyruan të çojnë tribun, sepse edhe me një karton të verdh rrezikonin pastaj mos me luajë ndeshjen e parë të play-offit. Luajti me Nasser Aliin, i cili vërtet ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, është rritur dhe ka luajtur jashtë, por këto vitet e fundit e gon po luan kampionatin shqiptar. Dhe unë këtu më pëlqen shumë ta theksoj që edhe kampionati jon ka cilësi vëlla. Sepse Nasser Ali luajti përballë një nga skuadrat më të mira të botës, mos harrojmë që Anglia nuk ka psuar asnjë gol në këtë sezon eliminator dhe i ka fituar të gjitha ndeshjet. Basti i trajnerit Tuchel u arrit. Nga ndeshja parë deri në ndeshjen e fundit i fitoi ndeshjen. Por kombëtari jon në 70-75 minuta luajti në mënyrë perfekte. Kishim dhe shanse, me Arber Hoxhën patëm një shansë shumë të mirë, goditëm, nuk arritëm të shënojmë, është dhe i qëndroi asaj që thot Altini, sulmuesit tot duhet të jenë më të guximshëm përpara portës. Të guxojnë, se fundi fundit edhe po nuk e shënuar, nuk është fundi botës. E rëndësishme është që ne të shkojmë para portës, të shënojmë, të sulmojmë dhe pastaj unë kam vetëm opinion pozitiv për një ndeshje të ekipit tonë. Një këndvështrim i teknik po themi për këtë ndeshje. Jam shumë dakord me atë që tha Altini për punën e sulmuesve. Dikur edhe unë kam luajtur sulmues. Po. Dhe duhet të them që është shumë më drejt ajo pjesë, nëse nuk ke besim ke vetja, është e vështirë të arrish të shënosh të majave. Duhet shumë vendosmëri dhe besim ke ajo pjesë. Përsa i përket lojtarëve që munguan Julian Sheu dhe Mario Mitaj, ato si tush i plotësuan ato pritshmëritë e veta, madje llogaritën dhe kartonet,
që të ishin deri në momentin e fundit të ndeshjeve kyçe. Po. Dhe ke një ndeshje që nuk është se kishte rëndësi të madhe për pjesën e kualifikimit, ato ishin pushim dhe bravo i qoftë, kanë qenë lojtarët kyç për këto eliminatore, të dy lojtarët. Kanë dhënë maksimumin e tyre, por ajo që do theksoja më shumë është t'i rikthehem pak ndeshjes me Serbinë. Për mua aty ishte Chelsea kualifikimit kombëtares tonë. Ndeshja direkte. Ndeshja direkte, ajo e përcaktoi si thua. Ajo e përcaktoi si thua, pastaj ishte në këmbët tona me kundërshtar më të lehtë në letër, pastaj që si Andorra, që i vulën pastaj kualifikimin. Por ndeshja me Serbinë ajo ka qenë gjithë ishte finale, po themi ishte. Ajo ishte finale e madhe. Ajo ishte finale e madhe. Pastaj ndeshja me Anglinë, siç kemi thënë edhe herë tjera në studio, për mendimin tim, unë i pres gjithmonë ndeshje të bukura me ekipet e forta kombëtares tonë. Ndryshe nga Andorra, pavarësisht taktikisht, Andorra është ekip që mblidhet të prish punë. Siç tha Altini, ka filluar të ngri jashtëzakonisht futbollin e vet, sepse nga që luajnë në kampionat spanjoll, në divizion 2-3 që s'është pak.